إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shembulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën vraponi pra drejt gjithçkaje që është mirësi. Vëllezër të dashur, nëse lexojmë ajetet kuranore, me 10 ajete në Kur'an, gjithmonë kur Allahu i lartësuar e përmend imanin, besimin, ai me njëherë pas tyre e përmend edhe veprën e mirë. Që nënkupton se imani, besimi vetëm si besim, nuk është i mjaftueshëm për besimtarin nëse ati besimi nuk ja bashkon edhe veprat e mira. Atëherë kur kemi besuar dhe kemi vepruar të mirësi, atëherë jemi kompletuar në raport me Allahun xhelleshanuhu dhe me njerëzit tjerë, ashtu siç është Allahu i kënaqur. Nëse ne e marrim çash këtë mësim, edhe imanit ton nuk e lejmë elhamdulillah që e kemi, mirë po nuk e lejmë vetëm iman, besim, mirë po ja bashkojmë edhe veprat e mira. Pa dyshim që Allahu i lartësuar do të na shpërblej shumë fishin e mundit ton. Do të na jep kënaqësi, mirësi të dunjas për atë veprën tonë të mirë, por se do të na jep edhe shumë mirësi në botën tjetër. Këtë premtim e premton Allahu xhelleshanuhu në ajetin kuranor ku thot: Men amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën mirësi nga meshkujt ose femrat, wa huwa mu'min, pra shifni, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, mirë po pas besimit bën edhe vepra të mira. Çfarë ka ajo, o Zot? Çfarë do të pasoj për të? Vazhdon Allahu thot: "Felenuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ne atë veprën e mirë do t'ja shpërblejmë ati me mirësi në hajatit dunja, në jetën e dunjas, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ndërsa në botën tjetër për veprën e mirë ne atë do ta shpërblejmë edhe shumë me mirësi tjera. Pra, ajeti kuranor na bën të qartë me dije për veprimin e veprave të mira të Allahu xhelleshanuhu, do të na shpërblej me shumë mirësi edhe në dunja edhe në ahiret. Mirë po, shpërblimi i veprave të mira në këto ditë të bekuara të Ramazanit është edhe shumë më i madh se sa në ditët tjera. Në këto ditë, për të njëjtën vepër, unë dhe ti marim shumë shpërblime se sa për të njëjtën vepër jashta Ramazanit. Argument për këtë kemi hadithin e pejgamberit ku thot: An ibn Abbas qal
Kana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Tregon Ibn Abbas se pejgamberi sallam ishte njeriu më dordhën, më bujar nga gjithë të tjerët. Ajwad an-nas, nga gjithë njerëzit. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Dhe më bujari është në Ramazan kur e takonte Xhibrilin për çdo natë dhe ja mësonte Kur'anin. Për çdo natë i ka zbrit Xhibrili dhe ja mësonte Muhamedi sallallahu Kur'anin, ai në Ramazan bëheshte edhe më bujar. Që na bën me dije se shpërblimi për të njëjtat vepra në Ramazan është shumë më i madh se për të njëjtat vepra jashtë Ramazanit. Vëllezër të dashur, ne vetëm i kalojmë 2 javët e Ramazanit dhe nëse na pyet se si ka kaluar krejt themi ose kemi marrë vesh të hiçbre. Ama ja që kaluan na ka ngel edhe 2 javë. Atëherë vëllezër, a nuk ja vlen duke analizu këto tekste dhe shumë të tjera, të mira, a nuk ja vlen vërtet t'i japim hof veprave të mira në këto 2 javë të ngelura? Vërtet le t'jetë ky mësim sot i marrë që këtu dhe që japim besën vetes dhe inshallah këto 2 javë çfarë më ka ik në 2 javët e kaluara, këto 2 javë unë do të arri dhe do ta tejkaloj. Pra, vërtet tash është koha pas vrapimit të veprave të mira. Lusë Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na mundsoj neve ja Rab, mundsovu fëmijëve tonë, o Allah, mundsovu mbar besimtarëve musliman të bëjnë sa më shumë vepra të mira e t'ja u japish shpërblimet e tyre në dunja dhe në ahiret. Allah na mundso t'i shtojmë ata vepra të mira në Ramazan dhe na prano ato. Ja Allah. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.